komplet brigada jonë. Në atë kohë ka qenë Yusuf Akla, Sabahat Tolaj, Rustem Berisha, Fadila Tergjonaj, si shkojshin bisedimet në Prishtinë edhe informacionet që i shkëmbeshin me politikë dhe me uniformë çka po ndodh. Edhe kur nuk e rrej një mëngjes na bone Antoni gjithë dhe rresht si zakonisht kur ish aty erë për i prezerin se udhthoi këtë komandanti. Na ishim një kalo me bazë edhe kur rreshtotëm na tha djem gjithçka ka përfundu me gjithat paknaqësinë dhe atë jo dëshirën time më duhet më dhoni lajm jo të mirë nashta për Juve, po s'kem zgjidhje tjetër. Krejt çka kisha mujt më thonë, ju kisha lutë që të gjithë inxhinierët e re, ju kisha lutë që angazhonen në studime, angazhonen në fakultete, angazhonen në shkolla, se Kosova tash rreth e mas ka nevojë për njerëz dijes. Kosova ka nevojë për njerëz kadra të reja që ju mundi hala me vazhdu shkollën edhe mu afsu për me dhënë kontribut për shtetin e Kosovës, masi që veç që keni dhënë këtë kontribut jashtëzakonisht suksesshëm për me betejën e Kosharës. Me gjithë qefin kisha pas qef gjithë qëtë njësi me vazhdu në Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe në Ushtrinë e Kosovës, po marrëveshjet janë jo të mira në favor tonin, kështu që na duhet me bë demobilizimin. Kushdo që e ka ekonomikisht familjen e mirë, vazhdoni punoni, kushdo që varet familje për Juve, i e kisha luti bish Mazrekun me bani listë, edhe me këqyrë me sistemu këtë mujna, dikon se për me mbajt familjes, në atë kohë janë kanë rrethonat veç shumë trona. Ky ka qenë, domethënë fjalimi i fundit i Anton Çonit, sa i përket në brigadën tonë një nek.